Me dhimbje të thellë, nëna e 20 vjeçarit Joan Zuko ka reaguar pas ngjarjes tragjike në Korçë, duke bërë të ditur edhe orën e ceremonisë së lamtumirës së fundit për të birin. Përmes një mesazhi prekës të publikuar në rrjetet sociale, Ornela Zuko ka shprehur dhimbjen e madhe për humbjen e djalit të saj, të cilin e quan dritën e syve të mamit. Me zemrën e coptuar dhe me dhimbjen më të madhe që mund të mbaj shpirti një nëne, në pamundësi për t'ju përgjigjur të gjithve, ju njoftojmë se më 11 gusht në orën 12, do t'i japim lamtumirën e fundit birit tim të vogël, dritës së syve të mamit, shkruan ajo. Mëtej, nëna e 20 vjeçarit i drejton të birit fjalë prekse, duke thënë se ai do të mbetet përgjithmonë pjesë e shpirtit të saj. Biri im, ti do të mbetesh përjetësisht fryma ime, dashuria ime më e madhe dhe pjesa më e shtrenjtë e zemrës time. Mami nuk do të harroj kurrë dhe do të mbaj brenda shpirtit deri në frymën e fundit, shprehet ajo. Në fund të mesazhit, ajo jep lamtumirën të birit me fjalët: "U presh në paqe engjëlli i mamit." Ceremonia e lamtumirës së fundit për Joan Zukon do të zhvillohet më 11 gusht në orën 12.